Vllaznia mbetet një makth për Tiranën me klasikën që vishet sërish kuqe blu. Prej më shumë se 2 vitesh bardhë e blut nuk njohin fitore ndaj shkodranëve, një trend që mbetet në fuqi edhe në këtë sezon. Në Loro Boriqi u zhvillua një sfidë spektakolare, 4 gola të shënuar, raste pafund, karton i kuq dhe shumë rivalitet. Në fund ekipi i Edi Martinit triumfon 3-1 duke ruajtur i vetëm kreun e klasifikimit në kuotën e 19 pikëve. Derbi nisi mirë për Tiranën që kaloi e para në avantazh me Tabekoun. Shkodranët reagojnë menjëherë dhe barazojnë shifrat me një super gol të Jagos, ndërsa pak minuta më vonë, Bomberi, kapiteni Bekim Bala, i shënon golin e avantazhit. Pjesa e parë mbyllet 2-1 për vendasit që me fillimin e pjesës së dytë detyrohen të luajnë në inferioritet numerik pasi Kuros, i sapo futur në fushë, ndëshkohet me të kuq. Tirana mundohet të përfitojë por nuk arrin dot tek goli. Përkundrazi janë kuqeblut ata që fitojnë një penallti të kthyer në gol nga Kastrati. Mbyllet 3-1 për vllaznin kjo klasike dhe shkodranët ruajnë tashmë kreun e rënditjes. Pas kësaj disfate Tirana mbetet në zonën e ftohtë që të çon në kategorinë inferiore. Edi Martini nuk e fsheu gëzimin për këtë sukses, më e bukura në sytë e tij këtë sezon. Fitoria që më ka shiju mua tepër se taraneshët e tjera. Jo për faktin sepse ishte loja ndoshta më e mirë, por sot ka dalë pa aja që ju kam kërku që është në ditën e parë që jam trajnektuar shpirti, garës, karakteri djemve, që është notat maksimale, bravo i qoftë, zemër, shpirt, karakter, ndihmë njëri tjetrit, me të vërtet sa t'jam i mushur. Ne jemi në fazën që na duhen pikët. Klasikja normalisht që është një ndeshje që është mu shiu, kishte gola, kishte emocione. Thash, lujtëm, pësum një gol, 10 minuta e para nuk e gjetëm vedim, karakteri djemve bani që ta kthejmë 2-1, dhe pjesën e dytë kartela kuqe na bani shumë dam me thënë drejten, por jo edhe krejt dam, sepse rujt me Kallakon, rujt me Murataj nuk i fut me në loj, janë e nëzorë me tjetën se fut me në loj, se jo çdo keqeve në bë keq. Lujt me mirë, arritme me shënu dhe golin e tretë, nuk ka se Tirana kishte raste shumë që përna vete po çarkullot e topin, po djemë të bane një murt pakalushëm dhe bravo qoftë. Kjo është shpirti, zemra, karakteri që unë kërkojnë fush. Falenderoj po fund tifoza që na kanë mbështet nga minuta e parë deri në minutën e fundit. Mendoj që është probleme, mendoj që kena nevojë për ta sepse janë pjesë e ngushtë e jona. Abbiamo fatto una buona partita all'inizio di gara. Kemi bërë një ndeshje të mirë në fillimin e lojës, kaluam në avantazh. Abbiamo sbagliato il primo tempo, la parte centrale aveva fatto 2 gol. Patëm probleme pjesën e parë në mezin e fushës dhe morëm 2 gola aty. 2 gol molto belli da parte loro, però il secondo e il primo tempo era evitabile, secondo me. 2 gola shumë të bukur nga vllaznia, por goli i dytë ishte i evituar. Dove le occasioni vanno sfruttate. Por nëse nuk shfrytëzohen rastet, normalisht që rezultati pastaj. Poi nel secondo tempo è ovvio che quando una squadra è un in meno hai meno spazi. Ndërsa pjesën e dytë kur kundërshtari ishte edhe me një lojtar më pak, sigurisht hapësirat mbyllen, por prima del 3-1 comunque ha avuto Bori 2 occasioni. Përpara se ndeshja të shkonte 3-1 kishte edhe Boris 2 raste shumë të mira, një me kokë dhe një përballë portierit, dhe mund ta ndryshonte komplet rezultatin e ndeshjes. Më shumë se sa vllaznia, makthi më i madh për Tiranën mbetet një ish i famshëm si Bekim Balaj, me kapitenin që nuk mungoi as këtë herë në apel me një gol shumë të rëndësishëm. Për Balaj, suksesi ndaj Tiranës ka gjithnjë një shije të veçantë. Normalisht fitoria shijon pasi rëndësi kanë 3 pikët. Pak rëndësi ke përballë, por që gjithmonë me Tiranën ka ndoshta një rivalitet veçantë. Ndoshta një ndeshje që nisi jo mënyrën më të mirë të mundshme për ne, pësum gol, ndoshta ato minutat e para nuk ishin më të mira, por që arritëm të kthejmë, të shënojmë dhe të arrijmë të kthejmë që në pjesë parë rezultatin. Pastaj pjesa tjetër që mas daljes me karton të kuq, ndoshta ishte menaxhim i mirë ndeshjes dhe shfrytëzuam një mundësi tjetër për të shënuar. Shpresoj të shënoj 20 gola me penallti, edhe vllaznia shpallet kampion. Pak rëndësi ka për mu si shënoj, golat janë gjithmonë me vlerë për mu. Ky 3 pikë që i sotëm na garanton vazhdimsinë, sigurisht që kjo ndeshje mbaroi dhe gjithë fokusi është për ndeshjen tjetër.